Kreu i grupit parlamentar socialist Taulan Balla dha një deklaratë për mediat jashtë kuvendit. Gjatë fjalës së tij, Balla ironizoi deklaratat e opozitës, duke thënë se po përpiqet të paraqesë si sukses të protestës heqjen e non gratas nga SBA-ja ndaj kryedemokratit Sali Berisha. Ai tha se nuk mund të komentojë informacione të bazuara në burime jo zyrtare, duke theksuar se një çështje e tillë mund të konsiderohet e mbyllur vetëm pasi njoftimi zyrtar nga institucionet përkatëse amerikane. Po ashtu pash po bëhet edhe një zëvendje në emër të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pa e bërë ju pyetjen, po e jap unë përgjigjen. E thash edhe në seancë, po e përsëris këtu. Do të komentoj për një lajm që qarkullon si gjoja e një suksesi protestës, se protesta ja pas arrit qëllimit duke hequr non gradën e Sali Berishës. Do ta komentoj këtë vetëm kur të ketë një njoftim zyrtar, sikur se ka ndodhur në 19 maj të vitit 2021, pra kur ka pasur një njoftim nga sekretari amerikan i shtetit në atë kohë, sa po të ketë dhe një njoftim nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kushdo qoftë ai, apo nga ambasada amerikane në Tiranë, do ta komentoj. Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Demokratike Belin Kolliçi kërkoi në kuvend informacion nëse ka një kërkesë të dytë nga SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Gjatë prononcimit për media, Balla u shpreh se nuk ka një kërkesë të tillë. Sipas Ballës, është një lajm i rrem dhe dezinformim. E para, nuk ka një kërkesë të tillë. Ju e dini që brenda në çdo rast të kërkesash të ngjashme, brenda 48 orëve njoftohen me njëherë antarët e Këshillit për Rregulloren e Mandatet. Unë jam njëri prej antarëve të Këshillit për Rregulloren e Mandatet, nuk ka një njoftim të tillë dhe unë e kuptoj që lajme të tilla të rreme në këto kohë dezinformimesh janë të përditshme, por e konfirmoj që Balla akuzoi gjithashtu opozitën se po përpiqet të përvetësoj protestë kundër projektit në Zvërnec dhe të ndryshojë karakterin e saj. Në fund të fjalës së tij, ai theksoi se mazhoranca mbetet e fokusuar te qeverisja dhe procesi i integrimit evropian i vendit.